njerëzit t'ja kthejnë shpinën udhëzimeve të Zotit, ai do të nxjerrë një kafshë nga toka që t'u flas atyre. Dalja e kafshës së tokës në kohën e fundit është prej shenjave të mëdha të kiametit, të cilën e vërteton Kur'ani dhe Suneti i pastërt. Allahu i Gjithfuqishëm thot në Kur'an: "Dhe kur të përmbushet fjala jon kundër tyre, ne do të bëjmë që nga toka të dalë një kafshë e cila do t'u flas atyre, se njerëzit nuk i janë bindur shpallive tona." Në këtë ajet fisnik është përmendur dalja e kafshës. Kjo ka për të ndodhur kur të jenë prishur njerëzit, kur t'i kenë lënë urdhërat e Allahut pasdore e të kenë zëvendësuar fenë e vërtet me diçka tjetër. Atëherë Allahu nxjerr njerëzve një kafshë nga toka, e cila u flet atyre për një gjë të tillë. I dërguari Allahut alayhi salam në një hadith autentik ka thënë: "Shenja e parë që do të shfaqet ka për qëllim shenjat e mëdha të kiametit, ka për të qenë lindja e diellit nga perëndimi dhe dalja e kafshës ndër njerëzit në kohën e paraditës, cila do prej këtyre dyjave qoftë e para, tjetra do ta pasojë menjëherë."